Ky është një nga mentalitetet më të rrezikshme sepse shiko, kur themi që tavani kaq ka, ekonomia, industria, etj. Ky është një nga mentalitetet që nuk tingëllon si justifikim, por ky tingëllon si realitet. Sigur, kjo është e vërtetë më? Kjo është e saktë fare. Prandaj kur pronarët e biznesit më thonë biznesi im kaq ka, kaq nxjerr kjo, realisht po thonë shiko, eri, nuk po shoh një mënyrë tjetër. Okej? Dhe prandaj po të them që nuk është ky tavani i tregut, por ky është tavani yt mendor. Nëse thua biznesi im kaq ka, atëherë mos kërko më rritje, sepse je ti që po e ndalon. Ky nuk është realitet. Ky është një burg i ndërtuar nga mënyra se si ti po